tash as është keq për foshën, edhe po ta bëj edhe këtë pyetje publike, që shtadonat nuk ka nevojë më hongër për 2 veta, domethënë. Jo, asnjëherë nuk ka nevojë më hongër për 2 veta, për vlera ushqyese sa i duhen një personi, kuptohet për ata janë edhe suplementat, vitaminat, patjetër duhet mi rrit. Për shembull, nëse jemi sezonën e dimrit, patjetër duhet me hongër gështënjat, patjetër duhet me hongër kungullin, patjetër duhet me hongër krejt, mi marr vlerat ushqyese që i duhen, me ndisi përgjithësi të jo me marr sasi, po me marr cilësi të ushqimit. Nashta me ndi përgjithësi më shumë se në çdo hap tjetër, ose ndonjëherë neglizhojmë, sidomos na femnat jemi të prime me neglizhu shëndetin edhe vetëm mos me pas prioritet, po gjatë shtazanisë është shumë e rëndësishme me marr vlerat ushqyese, nuk ka nevojë për sasi, po për cilësi. E kuptojmë, i marr makro dhe mikronutrientët, yndynat e shëndetshme, proteinat, karbohidratet e duhura. Çdo herë me bu zgjedhjet e duhura nuk na duhet sasi. Për 2 veta